Nafta është berza, është botnor, atje krijohen këto situata, çmimet, po është fjallë që njerëzit që nuk kanë dignitet, shiqojnë me shfrytëzu krizat me përfitu për vetë. Apo do të sigurisht nuk apo shfrytëzojnë. Po shfrytëzojnë biznesmen, firmat të ndryshme, njerëzit që nuk kanë dignitet, që mundohen me përfitu në fatkeqësi dikujna. Këtë këto janë dukuri cilat rrezikojnë standardin e qytetarëve të ngritë çmimet. Kështu është rënë është jeta. Do të me pas pak solidaritet, edhe firma, edhe biznis, edhe njeriu, edhe ai që ka kapitalin. Me menu edhe për stresën tjetër. Po krijohen dy stresa, ajo pasën edhe stresa e varfën. Na kështu nuk mujmë me jetë për para. Na du të me qenë parafërsisht. Një stres e mesme me pas. Sigurisht, një stres që gjithë kush me qenë i knaqen. Jo dikush i knaqen, dikush me anku ose me vujt. Tash lufta mes Amerikës edhe Iranit që po ndodh. Çmimet atje po bëhet luftë, këto çmimet ende pa u diskutu atje. Një fjalë këto po ngritën çmimet e naftës e çdo sa. Që me nafta është berza, është botnor, atje krijohen këto situata, çmimet, po është fjallë që njerëzit që nuk kanë dignitet, shiqojnë me shfrytëzu krizat me përfitu për vetë. Është edhe kjo dukuri të na, me nafta, me disa artikuj tjerë që importojnë. Sa tu kam çdo pikë e karburantit ka rezerva. Ka rezerva edhe këto rezervat po shfrytëzojnë në momentin që po bëhet diçka apo ngritin çmimet. Të ngritin çmimin edhe mendojnë me shfrytëzu me përfitu për vetën e tyre. Që është keq kjo dukuri negative, është keq, atë na duhet me luftu këtë dukuri, se e cenojnë edhe standardin. Apo mirët shteti për këtë pjesa? Po shteti tash ka filluar Ministria e Tregtisë më marë me këtë çështje, me çmimet tavan mos me leju, me pas në kontroll disa çmime që rrezikojnë standardin e qytetarëve.